Një operacion i gjerë i policisë belge ka goditur zemrën e institucioneve europiane. Autoritetet bastisën zyrat diplomatike të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ambientet e Kolegjit të Europës në Bryzh pas dyshimeve për mashtrim dhe abuzim me fondet që lidhen me financimin e zyrtarëve të ulët. Nga aksioni u arrestuan 3 zyrtarë të nivelit të lartë, mes tyre dhe Federica Mogherini, i shefe e politikës së jashtme të BE-s dhe aktualisht drejtore e Kolegjit të Europës. Ky zhvillim ka krijuar një tronditje të fortë politike në Bruksel dhe ka ngritur pikpyetje mbi integritetin dhe kontrollin e brendshëm të institucioneve europiane. Skandali është shfrytzuar menjëherë nga Moska, e cila e ka përdorur situatën për të sulmuar besueshmërinë e BE-s. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova akuzon Brukselin për hipokrizi, duke deklaruar se BE jep leksione të tjerëve ndërsa mbyll syt ndaj korrupsionit të vet. Ajo përmendi pretendime se miliona euro të korruptuara nga Ukraina kanë përfunduar ndër vite në rrugë zyrtare drejt BE-s, duke e paraqitur këtë si provë të dyfish standardesh dhe mungesë transparence. Rasti Mogherini pritet këtë pasoja të gjëra politike dhe institucionale, me hetime që pritet të zgjerojnë rrethin e përgjegjësve dhe të shtojnë presionin mbi strukturat e BE-s për të rishikuar mekanizmat e kontrollit. Në të njëjtën kohë ai furnizon Rusinë me argumente propagandistike në një moment të tensionuar të marrëdhënieve BE-Rusi, duke u bërë pjesë e betejës më të gjerë për legjitimitet politik dhe moral në arenën ndërkombëtare.